E ka kërkuar ajo ndonjëherë baban e saj, apo... Po, me të thonë drejt, ka momente kur e ka... Ma herët. Ma herët, po flasë për fëminin e eshme. E ka kërku në moshën ma herët, 6 vjetë, 7 vjetë, që kjo periuda ka qenë pak abdin. Që ka kërkuar të një, të di më shumë. Po, që e ka kërku, po unë e kom qenë të pak... Thjesht, jem të pak shumë luftarake dhe jem shumë personi fort, nuk e pranoj ndimën ose diçka, se thom jem vetë burë dhe grue dhe apo më kuptën, a kom atë krenarin. Po, e që shumë mirë që e ke, është për të duar trokit. Edhe, unë e mendoj që varet edhe pak për tipit fëmive. Po. Është edhe... Sa e kupton, sa është e lidhur me ty? Allaja është edhe Lidiana është shumë e lidhur me mu, edhe Allaja është e lidhur me mu. Allaja është ma shumë e lidhur, se Lidiana ta është edhe u rritë, kur i vynë për na i këshilë. Sigurisht ka pasur edhe për krajën e babajt, Lidiana ka qenë pak më ndryshe. Po, qaja, po Allaja është pak ma e lazdrume, se e kum lujtë rolin edhe të babës edhe të nonës. Jo mundu me ofru të dyjat. Dyjat i kom bo, edhe ta është pak ma e lazdrume me gjana. Po, mendoj që Allaja kom e qenë ma shumë e sukseshme, se e kom vrej që prej që ta është i të lufton për diçka të vetën. Nërsa Lidiana është më e ngurtë, ndoshta pak. Ma e ngurtë, po. Që se si, mjeket nuk janë edhe qaqë lazdrume fjollë, kështë që ajo profesorit që e ka zhjith, janë pak më të buta dhe janë pak më... E kjo është qashtu ma e butë, ma e përgvelun Lidiana, dhe Lidiana u rritë shumë bukur, me një jetë shumë të mirë. Po, Allaja është ma luftarake dhe ma... Po, si